Ky investim është shumë i rëndësishëm për fshatet Bardhaj, Bleran të Bashkisë Shkodër, pasi është një zonë që s'ka patur ujë dhe me ndërtimin e kësaj, kjo zonë do ketë ujë 24 orë me presion normal. Paranisjes projekti nuk ka pasur fare rrjet ujësiesi për furnizimin me ujë. Projekti përbëhet nga 3 puse çmimi, 2 që janë punë në mënyrë të vazhdueshme dhe 1 pusë rezervë në raste emergjente ose kur bien përuret në 2 puset kryesore. Uji puse është i sigurt pasi është mbështetur në studimin hidrologjik të bërë. Janë bërë analizat laboratorike ku ka dalë i pastër pa asnjë lloj problemi. Ky ujësies furnizon gjithë zonën, fshatin Bardhaj, fshatin Bleran edhe lagjen Varreza. Në gjithë pikat fundore furnizohen me ujë. Sasia e ujit sigurohet nga 3 puset është mbi 16 litra në sekond, e cila është më se mjaftueshme për popullsinë për 5.000 banorësh. Jemi duke kryer riparimet e kanaleve të dëmtuara gjatë ndërtimit të ujësiesit të fshatit Bardhaj. Shpresojmë me hapjen e kohës dhe brenda kësaj jave të mbyllim gjithë dëmtimet që janë kryer nga ana e kompanisë gjatë ndërtimit të ujësiesit, do kthehen sa më parë në gjendjen e mëparshme, të asfaltuara dhe pa hapur probleme me qarkullimin e mjeteve. Falenderojmë banorët e fshatit Bardhaj për mirëkuptimin dhe për bashkëpunimin që kanë pasur me kompaninë.